rezultoi i suksesshëm, ishte një fillim i mbar para këtij tempullit, para teatrit. Besoj që ky vit ka qenë shumë i veçantë, pasi kemi sjell artistë nga gjithë trevat e Shqipërisë, po jo vetëm. Kompozitorët më e mëza që ka Shqipëria dhe gjithë trevat përtej Shqipërisë, dhe mendoj që ka qenë një natë magjike në gjitha sferat, rezultoi që edhe kori vazhdon të jetë në formën e duhur, ai që jep dritë dhe jetë këtij festivalit. Gjithashtu edhe më pëlqyen edhe 2 konferencier të jashtëzakonshëm. Shpresoj që kjo atmosferë të vazhdojë edhe në natën e 2 dhe të 3 dhe Shkodra të jetë qendër e vëmendjes të kësaj feste të fëmijëve. Jo thjesht një festival, por është një manifestim i festës së fëmijëve që kulmoi këtu në Shkodër. Nuk e keni ide që në vi për herë të parë në Shkodër. Kam ardhur më herët shumë kalimthi, por sot kështu e kam shiju Shkodrën. Mandej përvoja ime me fëmijë është edhe më e hershme se kam luajtur shfaqje për fëmijë, mirë po një festival të tillë nuk më kishte rasti ta udhëheqja. Ishte jashtëzakonshme, kishim shumë emocione, se ne zakonisht kemi emocione, pavarësisht përvojës, emocionet janë të pashmangshme. E jashtëzakonshme, fëmijët e mrekullueshëm, energjia e tyre, unë jam nënë e 2 fëmijëve, e një botën e fëmijëve dhe është vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme. Shkodran, me atë gjuhën që e keni, jeni fantastik, more. Ishte e mrekullueshme, ishte përgjegjësi e madhe në të drejtën, sepse edhe eksperienca ime është jo e vogël në skem, por jo e madhe duke prezantuar një festival të këtyre përmasave. Por energjia, siguria e fëmijëve të vegjël në skem na bënte edhe neve realisht optimist dhe na përfshinte për të kaluar një mbrëmje si kjo e sotmja kaq të bukur. Ndihem shumë e lumtur dhe shumë emocionuar që do shkoj një herë tjetër do ta provoj eksperiencën time dhe është domethënë jam shumë e lumtur. Të dyja janë shumë ndjesi të bukura, nuk zgjedh dot, më pëlqejnë shumë të dyja. Qoftë, domethënë kushdo të fitoj, do jetë eksperienca më e bukur e jetës. Më e veçanta Është për herë të parë, pra këtë vit, si asnjëherë tjetër, ky festival do. Kemi 2 fitues në Shkodër. Po sigurisht që kemi 2. Në Ngjirokast. Cili zë ka një shpërthim ndjenjash që buron nga zemra. Luam në fakt. Po mendoj të ndalojmë. Jeni ju, jeni të gjithë. Ta ndjekim këngën, hero, ja. Vërtet. Jam diku në det duke notuar. Wow, duke notuar. Nga vendi, edhe e besoja që nga jashtë kërtiste, mos atë.
Gjelushi! Përshëndet se jam dia e saj, dule zomaj, dule dele pramvino, dule borën e baj, dotën roza, sa Ne për festa e gëzime të ndoj këndo shpirtin tim, ky është vendi fundit. Kën shkollon e kur kërkojim, për tradite që të trim. Otime i kisha të Dhe mire të shajnë pak me kemi bashk në sekret. Vajzat që ti do për ty, ajo vajzat që ti. Ngeca! Po hajt qesh me lot njerë. Ngeca! Jetë artificiale, zora e krarori është reale. Por se mas mund të jetë artificiale, zora e Dua fort të shikoj çdo njeri. Se pas dhimbjes ka gëzim, kërkon forcë çdo hidrim. Jam Gjirokat! Lule mos kishe të bërë.